Një situatë e tensionuar u regjistrua mëngjesin e sotëm para bashkisë Durrës pasi disa përfaqësues të familjeve të komunitetit rom në Nishtulla kërkonin kalimin e bonusit të strehimit, të cilin nuk e kanë marrë prej 9 muajsh. Pas tensioneve të krijuara në sheshin para bashkisë, një përfaqësi e banorëve u fut brenda për të komunikuar me autoritetet përgjegjëse. Sipas banorëve, mosdhënia e bonusit prej një kohe shumë të gjatë dhe gënjeshtrat e vazhdueshme lidhur me afatet e kalimit të parave i kanë vënë në një situatë mjaft të vështirë me qiradhënësit, duke rrezikuar të dalin në mes të katër rrugëve. Neve duam lekët tona. Ne duam bonusin se jemi me qera. Kemi një vit që se kemi marrë fare. Qa do bëjma për para neve? Hajmë bukë të shef mit, kemi një tufë, apo të lem qeran. Puna në cilin njëzit për jashtë më gjanë. Qa do bëjmë neve, ku do mytëm? Jemi në siklet, nuk dalin qunat në fund për shkak të borxhlive. Na dalin qerar gjitë thot lekët, ose dilni jashtë. I bie të shtipa i rrim ato qerar gjitë sot nesër, vim tu thëjnë i kemi firmosi merë një mrena për 24 orë, pra to i vjedhin pusin gjep, ne putemi siklet me borxhlit. Kemi një vit që s'na i dhanë. Erdëm këtu, doli drejtore këtu, na tha për një javë të hanën tha ishte premte atë dite. Të hanën tha do i keni lekët në bankë. Pritëm 3 javë nuk i morëm. Jam shumë e mërzitur, se kam qunin me qera edhe këto na kanë mashtru neve. Ka 3 javë ajo që na ka dalë aty neve, për një javë tha i keni lekët të hanën. Prit një hanë, prit 2 hana, prit 3 hana. 3 javë. Lista me rreth 90 persona përfitues pritet të marrë firmën dhe të kryetares së bashkisë për t'i hapur rrugë më pas kalimit të parave në llogaritë e banorëve. Sipas përfaqësuesit të shoqatës ushten Ismail Jakupi, 2 kanë qenë arsyet pse bashkia nuk u ka kaluar parat banorëve të komunitetit rom. Në momentin që jemi futur brenda, na është thënë që do kaloj pjesa e familjarëve të cilëve që janë ngritur në protestë, paktën siç është komuniteti rom. Dhe tani pritet jemi në proces sepse jemi përsëri brenda domethënë. Është firmosur bëhet fjalë për diku 90 familje afërsisht, të cilët do marrin bonusin e qeras dhe jemi akoma në pritje të firmosjes së listës së plot, pasi janë me hapat procedurat deri në përfundim. Pse ka ndodhur kjo bonus? Domethënë një nga arsyet ishte pjesa e verifikimit të dokumentacioneve dhe pjesa e mungesës së fondit nga Ministria. Në listat e përfituesve të bonusit të strehimit, që përfshin pagesën në masën 50% të qeras nga ana e bashkisë, janë rreth 250 persona që i përkasin komunitetit rom dhe egjiptian.